bëhet antari plot i Bashkimit Evropian dhe kam pa të parasysh me idenë që të reagojnë në secilën mos. Kurti në farforme ka shpik ide dhe konteste të reja në mes Ramës dhe tij, gjithë me idenë me nxit një debat të panevojshëm në raport me Hagën dhe arsetimin e tij që nuk është pjesë e kësaj proteste. Rama, kohëve të fundit, Arben duhet me citu dhe këta duhet me thënë, po bën një përpjekje të jashtëzakonshme vetëm në organizimin ose përkrahjen e këtyre protestave, por me sa kam informacion edhe në takimet të brendshme me zyrtarë të lartë të vendeve të Bashkimit Evropian, siç është Franca, Gjermania, këta që janë sponsorizuesit kryesor financiar të gjykatës, flet me ta. Kur po flasim me zyrtar, po flasim për zyrtarë të lartë, president, kancelarë, të cilët kur ka mundësi ko pas kohë po e hap temën e gjykatës speciale duke folur për këtë padrejtësi. Shto këtu edhe rezolutat e mëhershme në Këshillit të Evropës, pra unë besoj që Rama politikisht, strategjikisht është duke bërë një punë të jashtëzakonshme në drejtim të hapjes syve tek ndërkombëtarët e cilët po e financojnë këtë gjykatë duke e bërë me dije që aty vetëm drejtësi nuk ka.